Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ja kur I takojmë së bashku me ofertën e ditës si çdo ditë tani më nga e hënën në të premten në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. Sot do të shkojmë drejt Antalyas, pasi sezoni veror atje ka nisur, resortet kanë hapur dyert dhe kanë mikpritur në fakt të gjithë ata të cilët nuk kanë duruar ende për temperaturat e nxehta, por duan të shijojnë jo vetëm çmimet promocionale, por gjithashtu edhe risit që ky sezon veror premton për të gjithë ju. Unë kam kënaqësinë të kem në studio Isulianën, e cila hera herës na informon jo vetëm sa I takon paketave ekskluzive që Vastur vendos në dispozicion, por gjithashtu edhe një panorame të përgjithshme se çfarë na pret në këtë 2025. Kënaqësi të të kem në studio, si gjithmonë. Përshëndetje, faleminderit shumë, kënaqësia është e gjitha imja, duhet ta them këtë. Jam pjesë e shtëpisë tuaj. Pa diskutim, bashkëmoderojmë ofertën e ditës. Dhe ndihem shumë e privilegjuar, sinqerisht. Faleminderit. Por fakti është ne nuk bashkëmoderojmë dot sezonin e verës, ndaj duam asistencën tënde për gjithçka se si ka shkuar deri më tani, le të themi, ndoshta kjo nisje e sezonit e hershme. Patjetër. Duhet ta nisim, do me thënë jemi me shumë fat dhe nuk duhet lënë pas absolutisht dhe puna dhe impenjimi dhe të gjithë po themi organizimin, menaxhimin që fillimi I sezonit, por mbi të gjitha mbarvajtja e tij të jetë aty ku duhet në standardet absolutisht gjithmonë e më të larta dhe gjithmonë në përmirësim. Është shumë e rëndësishme kjo gjë për Vastur. Siç e prek edhe ti, tashmë sezoni ka nisur dhe nisjen tonë të parë që e kemi me charter 26 maj patjetër e kemi konkluduar dhe normalisht jemi në këtë fillimin e ri, edhe pse për mua duhet ta prek pak këtë pjesë, është sezoni I tretë që unë operoj me Vastur. Sot kam dhe 2 vjetorin tim që jam pjesë e VAS. Dhe këto vjetorit I kam festuar këtu me ty dhe me të gjithë ju, kështu që ndihem më shumë se e privilegjuar, shumë e vlerësuar që jam pjesë e VAS Group dhe me të gjitha Vastur. Dhe normalisht nisa e sezonit çdo vit është kapitull I ri. Pavarësisht se operimi, impenjimi, energjia, dinamika absolutisht po themi janë ne tashmë e dim ose jemi të mësuar, por absolutisht çdo sezon ka risitë e veta siç e prek edhe ti, ka po themi sfidat e veta, gjë që është shumë e rëndësishme për Vastur dhe nga këto sfida absolutisht ne dalim gjithmonë të mësuar. Nuk po tregojmë kështu modeste të them të fituar, po dalim gjithmonë të mësuar dhe siç e thash dhe pak më parë, gjithmonë me përmirësime, gjithmonë me ide të reja, gjithmonë me atë këndvështrimin se sezoni tjetër padyshim që duhet të jemi akoma edhe më mirë. Mendoj që është pika kryesore për të patur një klientel besnike, por jo vetëm, për të shtuar klientelën. Si një industri në zhvillim, pa diskutim që turizmi dhe sezoni veror, le themi, sepse fokusohemi tek sezoni veror, duke qenë se aty janë pushimet, aty e gjithë familja bëhet bashkë, edhe ka mundësi në fakt që jo vetëm të kalojmë më shumë kohë me njëri tjetrin, por gjithashtu edhe ti mendojnë ndryshe, le themi, aratisjet e tyre, jo vetëm në një fundjavë. Por si një industri që ndryshon nga viti në vit, çfarë presim në fakt nga ky sezon veror ose çfarë shikon ti se ka ndryshe nga nisja e 2024-s? Ajo që dua të them është shtimi I kërkesave për pushime all inclusive, ultra all inclusive, dihet kjo tashmë. Normalisht është dëshira, kurioziteti për të provuar jo resortet që kanë qenë, apo një zonë të Antalyas po themi që e kanë vizituar, por të prekin zonat të reja dhe absolutisht të bëhen pjesë dhe të shijojnë resortet e reja që ne kemi pjesë të shportës së Vastur. Kështu që duke patur këtë pjesën e dëshirës e kuriozitetit e kërkesave, padyshim që dhe impenjimi rritet dhe normalisht e thash, rezultati
Besojmë, urojmë dhe do jetë ai i prituri. Pa diskutim që datat e para janë ato të cilat ofrojnë edhe çmimet më të mira për të shijuar një javë pushimesh, ndoshta tek resortet më luksoze me çmime që nuk i gjejmë kurse si në pikun e sezonit, por gjithashtu edhe në mbarim të tij. Si ka qenë, le të themi, ecuria deri më tanishme edhe deri në cilin afat ne mund të përfitojmë nga këto çmime promocionale? Të falenderoj që e preke këtë pjesë, sepse normalisht është shumë e rëndësishme për të gjithë ata që dëshirojnë të rezervojnë dhe padyshim të kenë dhe një buxhet që po themi i përballueshëm, por me një resort, pse jo, të standardit mesatar dhe luxury gjithashtu. Ne kemi patur early booking, nisur që nga early booking e hershme në muajin janar dhe deri më tani në fund të muajit prill. Ajo që kemi anoncuar dhe tashmë janë të updateuara në sistemet e Vastur, janë çmimet për të gjitha paketat dhe hera herës dhe broadcastet që ne i updatojmë agjensitë Vasmember, por edhe klientelën tonë, janë çmimet e paketave të cilat deri në datën 15 qershor, për të gjitha kërkesat, rezervimet, çmimet janë absolutisht me vlera të përballueshme nga të gjithë, për këtë jam e sigurt, dhe normalisht ne jemi aty, mos të hezitojnë dhe nëse duan një paket, siç e the dhe ti, të mos kenë më dyshime apo kemi lënë këtë pas, deri në 15 qershor ka super oferta dhe super çmime për të gjitha resortet në Antalya. Edhe një pyetje të fundit përpara se të kalojmë tek dy resortet që me shumë kujdes ke zgjedhur për sot, por për të gjitha ata skeptikët që ndoshta mendojnë se nëse i ezaurojnë që tani buxhetin e tyre apo pushimet e tyre dhe jemi vetëm në fillim të verës, edhe pse kemi qenë, le të themi, disi me fat me temperatura që s'kan qenë shumë të nxehta, çfarë i themi atyre që ndoshta e ezaurojnë tani buxhetin e tyre dhe pushimet e tyre edhe pse të gjithë verën e kanë përpara, ose çfarë kanë parë ekstra të gjithë ata që kanë shkuar dhe s'po e shohin dot të tjerët? Nuk është do humbin, apo po themi që deri në 15 qershor janë këto, po themi, uljet dhe super ofertat që Vastur ka lançuar. Siç dihet tashmë, Vastur hera herës updateon dhe absolutisht për resortet të caktuara, për datat të caktuara, padyshim që ka gjithmonë çmime preferenciale. Oferta dhe promocione. Absolutisht që po. Kështu që jemi një balancë, po themi, jo vetëm në fillim sezoni, por edhe në pikun e sezonit dhe absolutisht dhe në fund të tij. Cilat janë resortet që ti ta prezanton sot për të nisur me pushime? Padyshim, unë kam zgjedhur dy nga resortet që dhe janë rezervuar, jo vetëm për këtë sezon të ri që ne tashmë jemi, por absolutisht dhe vitet e kaluara. I pari është Majlom Luxury Hotel Resort, i cili gjendet në zonën e Alanias, është një resort 5 yje, koncepti ultra all inclusive, padyshim aty si familjarët, si të rinjt, si po themi çiftet, do të gjejnë hapësirën e vet, ku mund të shijojnë 7 ditë të paharrueshme, absolutisht, sepse Majlom të ofron atë luksin, po themi, por edhe komoditetin në të njëjtën kohë, me të gjithë dizajnin e vet, me të gjithë pjesën e akomodimit në dhoma, që 90% e dhomave në Majlom kanë pamje dhe dalje direkt në det. Gjithashtu dhe për pjesën e aktiviteteve, jo vetëm për të rinjt, kemi pjesën e aktiviteteve dhe për fëmijë, normalisht është hapësira dedikuar atyre. Gjithashtu kemi dhe një gjë e veçantë, po them jo vetëm për klasikët, por amfiteatri që zotëron Majlom ofron çdo natë show night. Ne dihet që
kemi pak dëshirë kështu për argëtim në orët e vona. Nuk mund të lë pa përmendur pa dyshim dhe pjesën e kuzhinës, e kulinarisë në Majlom. Ofrohen 4 restorante à la carte përveç main restaurant. Normalisht kuzhina është gjithë përfshirëse, nisur nga ajo italiane, normalisht kuzhina lokale, por edhe më gjerë si ajo meksikane dhe japoneze që e kanë të përfshirë. Normalisht do të gjejnë për të gjithë pijedashësit dhe bare dhe lokale, të cilat do i bëjnë të gjithë të ndihen shumë komod dhe të kalojnë disa qaste shumë argëtuese. Majlom është një, le të themi, destinacion më vete për të gjithë familjen, pra edhe për të rriturit, por gjithashtu edhe për fëmijët. Shumë i saktë. Një veçantë tjetër e Majlomit, me sa unë di, por që e kemi përmendur dhe bashkë, janë dhoma të cilat kanë dalje direkt në pishinë. Patjetër. Që në një futur që kemi zhvilluar atje përpara 1 apo 2 viteve, mos gaboj, di që ishin dhe shumë të kërkuara nga çiftet të cilat sapo ishin celebruar dhe festonin atje muajin e mjaltit. Sepse të ofron përveç privatësisë, po të ofron dhe atë pjesën që ti ndoshta nuk ke dëshirë të jesh, të bashkohesh në atë turmën, po themi në det, dhe ti ke pishinën tënde dhe absolutisht i shijon aty ato orët e banjës së diellit që do bësh. Definicioni i luksit, le të themi. E thash, është ndërthurje, luks dhe komoditet, kështu që... Çmimet e Majlomit tani më variojnë më të lira se sa? Do të kemi mundësi patjetër që po, deri në 15 qershor, siç e përmenda, jo vetëm Majlom, por edhe resorti që do përmendim pak minuta më vonë së bashku, kanë çmime preferenciale. Normalisht edhe për datat e nisjes pas 26 majit ne kemi datën tjetër të nisjes, e cila është 28 maj. Nisjet me charter i kemi çdo një ditë po dhe një ditë jo, kështu që nuk mendoj që ka ndonjë arsye që jo, nuk ka nisje në këtë datë dhe unë e kam kombinimin me kaq ditë dhe nuk mund ta prenotoj apo nuk mund ta rezervoj. Më e thjesht nuk bëhet. Antalya tani më... Po tregoj më shumë modeste. Antalya tani më afër se kurrë. Absolutisht. Por resorti tjetër? Për kë bëhet fjalë? Resorti tjetër është... E kam pak për zemër këtë. Mund ta them këtë? E kam me hatër. Është Bosforus Sorgun, gjendet në zonën e Sides. Është një resort pak më i mbledhur, po themi, se Majlom. Normalisht është i orientuar dhe normalisht në bazë të rezervimeve që ne kemi, është dhe i preferuar absolutisht nga familjar, por ne orientojmë këtu më tepër klientelën, po themi, pak më rinore, pra konceptin e grupe të rinj apo edhe çifte, siç e Ceka ka ambiente absolutisht edhe për familjar, ambient dedikuar fëmijëve, sepse është mini klubi dedikuar fëmijëve. Normalisht Bosforus ofron, siç e përmenda, një koncept ultra all inclusive, është absolutisht resort me pesyje, ofron mundësinë e shihimit të plazhit i cili është i përbërë nga rëra dhe i përzier me guralec, kështu që edhe në Bosforus klientela do të gjejë absolutisht atë rehatin, qetësinë, dhe edhe në oraret dhe në momentet që do dëshirojnë të kenë aktivitete sportive, po themi, absolutisht Majlom, ndjes Bosforus e ofron këtë mundësi. Bosforus Sorgun, mbetet i preferuar i yt, apo e ke me hatër për shkak të feedbackut që ke marrë nga klientët, apo ti ke parë diçka ndryshe te ky resort dhe dëshiron që t'ia prezantosh të gjithëve me një dosë të shtuar hatri? Po, ndoshta do t'regohem pak subjektive këtu, duke qenë natyrë që më pëlqen pak më tepër, po themi, kjo qetësia, kjo privatësia, po themi, ose një resort... Një filli pushimit. E vërtet. Dhe prandaj e ofroj, po themi, me pak më shumë superlativ, pa dyshim Majlom është gjithashtu një ndër opsionet e mia që unë sugjeroj si agjensive VAS member, absolutisht dhe klientelës. Janë të dyja, le të themi, resorte që futen në kategorinë luxury, apo le të themi që njëri është standard e tjetri luxury? Mund t'i kategorizojmë, Majlom pa dyshim që po, Bosforus futet në kategorinë, si që thash, pesyje, absolutisht, por
është drejt konceptit luxury. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Jo vetëm që na prezantove me paketat, por të themi që tani që të bëhesh gati për charterin e radhës dhe për të na sjellë të tjera resorte sepse vera është gjatë. Me shumë kënaqësi, faleminderit. Kështu kemi bërë në fund me ofertën edhe për episodin e sotëm. Të dhënat e resorteve janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit sa i takon datës së nisjes, për gjithashtu edhe çmimeve ekskluzive të cilat do të vijnë të mbeten të tilla deri në datën 15 qershor. Ndaj mua nuk mbetet gjë tjetër përveçse t'ju nxis që të rezervoni sa më herët jetë mundur për të përfituar nga këto paketa dhe t'ju le të takim sërish nesër në të njëjtin orar, në të njëjtin vend. Deri atëherë, mirupafshim.